Së pari duhet të kemi parasysh diçka që rasti i Mars po na bëhet si një film i cili edhe të kesh kaq shumë aktorë dhe regjisor do jetë e lodhshme vetëm nga mënyra se si e interpretojmë vazhdimisht dhe bëjmë atë që ne themi analizën pse zoti Beleri duhet ishte kryetar bashkia apo jo. Unë do të them që zoti Beleri nuk e di për ata të cilët kanë ndonjë respekt apo jo, apo për ata të cilët kanë një mendim për atë, por unë nuk do të them për zotin Beleri, unë do të them për rastin Beleri, rasti i cili ka qenë skandaloz. Pse skandaloz? Sepse nuk mundet një prokurori e gjykatës së zakonshme, pra Vlorës, të marrë një masë sigurie ndaj një personi i cili dyshohet në korrupsion zgjedhor dhe të bëj një veprim të shpejt procedurial dhe mos të informoj SPAK-un që e ka në atributet e saj si institucion që të bëjë hetim dhe të kryejë menjëherë arrestimin e personit. Dihet qartësi që mënyra se si u arrestua zoti Beleri ishte pasi në emisionit e emisionin Opinion, zoti Beleri kishte dërguar një mesazh zotit Fejziu e lexoi dhe zoti Rama reagoi menjëherë dhe të nesër reagoi policia, edhe mos e brenda disa orësh. Pra do thotë që ajo ishte i dukshëm si një ngjarje e stisur dhe e pa imagjinueshme për një shtet i cili don të jetojë në demokraci dhe një shoqëri e cila do të zhvillojë vendin e saj brenda standardeve demokratike. Por unë nuk kam një informacion, po të kam bërë gabim, po do ta marr informacionin, po thjesht do ta bëjmë si një pjesë pikpyetje. Unë kam informacionin, po unë thjesht do të them kush ka qenë prokurori i Vlorës që caktoi masën e sigurisë ndaj zotit Beleri? Unë nuk e di, besoj do ta gjejmë. Por ata të cilët do ta gjejnë do ta kuptojnë qartësi çfarë loje luhet. Pra do të thotë që kur kemi të bëjmë me një masë sigurie dhe kur kemi të bëjmë me një veprim hetimor të shpejt, normalisht ajo që duhet bëhet është të bëhet ashtu siç e përcakton ligji dhe jo ashtu siç e përcakton mentaliteti së shkuarës. Zotëri i nderuar, nuk mundet i infiltruari në kodin e procedurës penale të bëjë veprime aktive duke u korruptuar dhe duke bashkëpunuar në të njëjtën kohë me policinë. Që do të thotë, i infiltruari ku e keni pranë grupit kriminal duhet thjesht të japi informacion dhe nuk duhet të lëvizi i telefonin jo mo kafen aty ku është. Pra duhet të jetë pasiv në çdo aspekt procedurial dhe mos të ketë mundësi të bëj edhe shoferin për të transferuar madhin, ta kapi diçka që të mos ketë të mundur të bëj diçka që është kundravajtë, ku është kundraligjshme pavarësisht se është i infiltruar. Dosja Beleri do jetë një ndër dosjet më të rëndësishme sepse Këshilli i Evropës përbëhet nga europarlamentar, ku kolegun e tyre e kanë në Europarlament. Që do të thotë të gjithë ne duhet të kuptojmë që zoti Beleri dhe zoti Goro ishin dy pengesa për zotin Rama, por për zotin Beleri doli Greqia edhe e mbrojti për shkak të shtetësisë, dhe për zotin Goro partia e lëshoi dhe ai u burgos nga partia që e përdori politikisht, sepse të jemi realist, i marrë është marrë nga Partia Socialiste në zgjedhjet e mëparshme të 2019-s dhe në zgjedhjet e tashme të 2024. A mendon se i takon mandati Fredi Belerit? Ai ka bërë, pra po themi, në apelin administrativ ka kërkuar rikthimin e mandatit të tij, duke pretenduar se vendimi i KQZ-s është i paligjshëm dhe u mor pa vendim gjyqësor final. Të jemi realist, kemi edhe një praktik tjetër që unë e lexova para se dali zoti Beleri, ishte zoti Kajmaku, i cili ka bërë edhe ai të njëjtën procedurë, ka kërkuar që të shpallet pavlefshme vendimarrja e KQZ-s që ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe duhet keni parasysh diçka. Të gjitha shkarkimet e kryetarëve bashkive që kanë ndodhur pa një vendim të formës së prerë, pra duhet të dënohet personi, jo ta humbasi mandatin menjëherë, është si them unë tani, zoti Velia e humbeta mandatin se e vendosa unë, por ka shtetës së drejtës, ka shtet ligjor, duhet të presim, duhet durojmë derisa fajësia ndaj atij personi të jetë në formës prerë. Nuk mundet ne të themi menjëherë pse u fut dikush në burg, direkt ai duhet edhe të hiqet mandati. Pra ky është një moment paragjykues, si për zotin Kajmaku, si për zotin Beleri, si për zotin
Vllako mos gaboj, si për zotin Velie, për të gjithë këta individ të cilët janë të përfshirë në një farë mënyre në jetën politike shqiptare dhe kryen atë veprimin publik që është në shërbim të qytetarëve. Por drejtimi në gjykatën administrative të apelit është një e drejtë e cila është mohuar në aspektin ligjor, sepse duhet të kuptoni edhe diçka tjetër, mohuesi më i madh dhe më shërbëtor i sistemit politik, partijak, Parti Socialiste, është reforma e famshme e SPAK-ut. Pse them këtë gjë? Sepse zoti Beleri, dëgjoni kush është më e çuditshme tani, prandaj duhet ta diskutojmë me emocion të madh. Zoti Beleri nuk u lejuar nga autoritetet shqiptare, SPAK i famshëm i lavazhierëve që i bën lavazh nga mjesi deri në darkë, që janë europianët, amerikanët dhe lakën edhe të tjerë. Dhe përveç kësaj, nuk u lejuar të shkojë të betohet, po u lejuar të shkojë të betohet eurodeputet kur ishte dal vendimi i formës prerë. Tani më fal, kush mban përgjegjësi penale që një person i dënuar me vendim të formës prerë, hiqet emri që ishte i dënuar, nëse një person ka bërë një shpërdorim detyre ta dini ju këtë. Pavarësisht se nuk është ndjekur penalisht. Hiqet ajo gjë, futet duart në sistemin e TIMS-it që mos figuroj që personi është i dënuar dhe provuan dënimin. Qartë. Pra do të thotë që si ka mundësi që për i marrën nuk kishte mundësi ta merrshin nga burgu ku i vuan të dënimin, ta merrën të betohet, mbaronte procedurën dhe tu emëronte një të tjetër, po duhet të ishte krijuar konflikt, sepse duhet SPAK-u të mbronte në çdo kusht Partinë Socialiste që të merrte i marrën. Pra, e kuptoni çfarë ju thash, juridikisht asnjë nuk del nga Shqipëria edhe zotit të zbresit që të lejohet të iki nga vendi i vuajtës së dënimit. Brenda për brenda territorit lejohet me një leje të posaçme, por jashtë asaj, pa shoqërimin e policive dhe pa një ekstradim të mundshëm, një mundësi diplomatike që të mundsonte daljen e tij, kemi pastër shpërdorim detyre. Një kjo. 2. Zoti Beleri a është eurodeputet? Po. Zoti Beleri nuk e ka të ndaluar të rikandidojë në 2027, po në rast se bëjmë një ndryshim tek ligji i dekriminalizimit. Shiko tani kush është mesazhi këtu për mua. E kam thënë kur u vendos dënimin të zotit Saljani dhe të gjithë më shikonin kështu. Edhe them përsëri. Ligji i dekriminalizimit do ndryshojë. Saljani do tentoj ta ndryshoj me Berishën sepse është pengues për Saljanën. Ilir Meta patjetër do tentoj ta ndryshoj sepse është bërë me qëllim arrestimin e tij që të pengohet të kandidojë. Qartë. Beleri do bëj të pamundurën që të kandidojë në zgjedhjet 2027 dhe do kërkojë ndryshimin e ligjit të dekriminalizimit. Të gjitha këto do grumbullohen bashkë. Po kush tjetër do ta kërkojë? Edhe Erion Velie do ta kërkojë që nesër të ketë aksesin pas një betejë të gjatë dhe një kalvari të gjatë që e gjet nga partia e vet, që të bëjnë ndryshimin e ligjit të dekriminalizimit. Edhe Berisha vet don këtë gjë, sepse pikrisht ligji i dekriminalizimit duhet të shfuqizohet, sepse është një ligj i cili është abuzues. Qartë. Për të kaluar dhe tek çështja e fundit, po jo më pak e rëndësishme dhe jo më pak interesante, përflitet që në burgjet e vendit ndodhin takime mes personave, po them që kanë mundësi financiare të paguajnë, ose personave të fortë ndryshe, dhe vajzave të ndryshme nga industria e showbizit. Avokat. Tani, një gjë e tillë ka ndodhur në burgun e Drenovës me Laert Haxhiun dhe një vajzë nga Kosova e showbizit, mjaft e njohur, po ka ndodhur edhe në burgun e Reçit me Bajrat, po them kështu. Në fakt, Laert Haxhiut ju zbuluan edhe telefonat celular pas kontrollit të ushtruar në qelinë e tij. Kjo ka qenë një temë mjaft interesante, e përfolur edhe në mediat e vendit dhe me mjaft interes për të kuptuar se kush u jep aksesin këtyre personave që të zhvillojnë takime të tilla dhe kush i paguan këto takime. Si mund të ndodhë një gjë e tillë, avokat? Fryma e Zotit është gjë tjetër, fryma dhe vullneti politik është gjë tjetër. Janë dy gjëra të ndara me njëra tjetrën, por kur fryma e vullnetit politik
punon me frymën e vullnetit të krimit organizuar, këto dy frymarrje bashkohen bërë një edhe krijojnë pushtetin e gjithë përfshirës dhe të fortë i cili është i pandikuar nga asnjë institucion tjetër kushtetues ose ligjor, që do të thotë po patë frymën e pushtetit legjitimon çdo lloj vepër penale edhe atë të prostitucionit. Pra, është e paimagjinueshme të mendojmë ne që disa individ dyshohen që kanë kryer një vepër penale në vendin ku vuajnë personat ndjekjen penale të prostitucionit, të them unë, se nuk besoj të jetë ndonjë akuzë tjetër. Po ne nuk merrem me emra. Pse? Se nuk i kemi nxjerrë ne emrat, as ju si keni nxjerrë. Nga dikush i nxorri këto emra. Nga dolën këto emra, pikërisht kanë dalë nga burgu, se në rast se nuk do dilin nga burgu këto emra, nuk do u shkarkonin drejtorët, do t'i komentonim ne. Jo, pra do të thotë që brenda burgut dhe përtej burgut ka pasur një informacion që burgu është shndërruar si një celul prostitucioni dhe autoritetet shqiptare dalin dhe arrestojnë vajza dhe djemt për prostitucion, po e bën kot. Aksioni është zero, sa për statistikë. Pse e them këtë gjë? Sepse duhet kemi parasysh në këtë gjë, të gjithë së bashku. Ne mund të merrem me emra të përveçme. Ka vlerë? Jo, sepse ligji e njeh bashkëjetesën, po e njeh i jashtë burgut bashkëjetesën. Dhe përveç kësaj, a ka përgjegjësi penale prokurori i cili ka lejuar që një person i tretë që s'ka lidhje me familjen, po mund të jetë i bashkëjetesës, të futet brenda dhe të bëjë një shërbim dyshohet special. Pra, kur nuk jemi prezent, nuk kemi çfarë themi. Po kush ka qenë prezent? Autoritetet. Pra, ata të cilët emrohen politikisht, sepse pikërisht fryma është ajo që i bashkon politikën dhe krimin. E bëjnë bashkë dhe ato të dyja çfarë bëjnë? Aktivitet, secila në vete, përdorin njëra tjetrën dhe në fund fare secili merr atë benefitet që ka shërbyer tek partia në pushtet. Duke thënë me pak fjalë, të gjitha këto lajme që kanë dalur, unë nuk besoj se janë mashtrime. Diçka është e vërtetë. A kemi legalizimin e prostitucionit thjesht vetëm në takimet speciale? Largohemi nga emrat. Mos biem viktim të emrave. Më dëgjoni me shumë respekt. Mos të biem viktim të kësaj gjëje. Por të themi tek fenomeni. Te fenomeni, po. A ndodhin këto në burget shqiptare? Po zotëri, ndodhin këto në burget shqiptare. Pse? Sepse ekziston që bota e krimit në një farë mënyre bashkëpunon me frymën e pushtetit. Dhe ato për shkak se bëhen miks, pushteti ka gjithmonë borxh ndaj atyre që kanë mbledhur vota në 11 maj për ta. Dhe si duhet të shëroj plagën e një arrestimi të mundshëm që është bërë nga një prokurori dhe nga një polici e cila është në varësi të pushtetit, është diçka tjetër këtu në mes. Pra, pushteti nëpërmjet frymës bashkëpunon me krimin për zgjedhjet, po pushteti nëpërmjet frymës bashkëpunon me policinë që të godasi antarët e bandave e tifusit në burg. Pra, kemi të bëjmë që pushteti në të gjitha format është një akt ose bën një akt detyrues ndaj krimit organizuar, që gjithmonë të jetë bërxhli ndaj pushtetit. Prandaj këto lajmet mendoj se do të jenë pjesërisht të vërteta, sepse pikërisht është e paimagjinueshme të mendojmë ne që jo bashkëjetesa, jo ajo pjesa e martesës ligjore, po përtej këtyre të dyjave të ekzistojnë raste dhe ngjarje të tilla pa frymën dhe pa bekimin e atij që ne themi pushtetit politik. Burgjet i nderuar, nga kush emërohen? Nga mua dhe ti apo nga Zoti? Nga fryma politike i nderuar. Kryeministër është Zoti Rama, ministër është Zoti Manja. Pra, përgjegjësia politike duhet shkojë atje, po përgjegjësia penale duhet shkojë ndaj atyre që kanë lejuar të bëhet kjo gjë, kjo vepër penale. Në rast se, edhe njerë ju lutem, duhet ta specifikojmë,
nuk janë në kushtet 1 të bashkëjetesës, 2 të martesës ligjore. Në rast se janë, unë s'kam që them se cili të dhoma e pritjes pret atë që dëshiron, po të jenë sipas ligjit, jo sipas interesit që pushteti ka detyrim ndaj atyre që edhe bashkëpunon jashtë burgut, edhe kur i fut në burg i bën përsërim një nder në kundërshtim me ligjin. Qartë. Avokat, unë të falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën që solle në studio. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ishim avokat Gylsen Zhlimën, folëm për aktualitetin e drejtësisë dhe të politikës në Shqipëri me disa nga ngjarjet e fundit, mjaft me jehon në opinionin publik të marra nga drejtësia. Një shkëputje mjaft të shkurtër dhe rikthehemi menjëherë. Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë këtu në aktualitet, në NTV do të flasim tani për thethin. Kemi folur në fakt gjatë gjithë ditëve të kësaj jave për situatën në theth, duke lidhur në fakt edhe me rregullimin, me planin për rregullimin e territorit dhe aksionin më të gjerë të policisë së shtetit dhe të IKMT-s pothuajse në të gjithë territorin e vendit si një strategji më e madhe, por sot do të fokusohemi veçanërisht në këtë pjesë në zonën e thethit, duke e parë pak më gjerë dhe më thellë atë se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë ditëve ku qeveria shqiptare dhe shteti kanë ndërmarrë aksionin për prishjen e ndërtimeve të paligjshme aty. Kam kënaqësinë që për të folur për këtë temë, të kem në lidhje të drejtë për drejtë Senada Mehmetin, ish kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Senada, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit ju për ftesën, edhe të falenderoj shumë që e ndave këtë pjesën se duhet ndarë. Po, në pjesa fakt e diskutimit të aksionit të thethit me pjesën e aksionit Tokë Zanën edhe pjesën e saj që ndërtimeve pa leje. shumë e vërtet. Do kemi mundësi të hapësirave publike. e drejt. Do kemi mundësi që ta sqarojmë, nuk e di. Tjetrën dhe nuk kanë as pak ngjashmëri njëra me tjetrën. Qartë. Do kemi mundësi që ta sqarojmë në vazhdim, po në fakt dua ta nis me atë se çfarë kemi parë në kamera dhe në televizor dhe në ekranet e telefonave, ne që jemi larg thethit, dhe në fakt ti ke qenë pranë banorëve të thethit gjatë ditëve kur ka ndodhur edhe prishja e objekteve të tyre. Në fakt, doja të pyesja se cilat kanë qenë përjetimet e tyre në momentet e prishjes së bujtinave, të banesave, çfarë perceptimi more ti nga kontakti i drejt për drejt me banorët? Atëherë, pjesa e zhvillimit të zonës së thethit kanë qenë një zhvillim i ekonomi e brisht familjare. Pra, ato njerëz, të gjitha kursimet e jetës tyre kanë marrë edhe borxhe, kanë marrë kredi, i kanë vendosur dhe kanë nderur të gjitha në investimin në bujtinat e thethit. Pra ka qenë një biznes familjar i vogël, i brisht, i ndërtuar me borxhe dhe mundin e gjerës të atyre njerëzve. Tani imagjinoje të vendosësh gjithë kursimet e jetës tënde, të marrësh edhe borxh, me atë idenë dhe me atë premtimin që do jesh gjithmonë në vëmendje dhe në mbështetje të qeverisë, dhe që nuk do pengohesh të paktën, dhe sa po fillon, sa po e merr të gjitha këto e zhytur në borxhe, për që të kesh një lloj fitimi të paktën për të shlyer borxhet, vjen një padromi IKMT-s dhe të shkatron çdo gjë përpara syve të tua, duke ta çuar jetën jo në zero, por në minus. Edhe dëshpërimi i tyre ishte shumë i thellë, unë e shikoja dhe ndjeja dëshpërimin e tyre. Ata kanë përdorur një shprehje, po tani ku të mbytemi, dhe vërtet e shikoja që tani më nuk dinin fare as nga të shkonin, as nga të jambanin, dhe nuk kishin as një shpresë të tyre, as se ku të shkonin, as ata vetë, po as familjarët e tyre. Pra ishte një gjendje katastrofike edhe në momentet e shëmbjes, njerëz të dëshpëruar, ekonomi të rënuar, banorë të zemëruar, dhe përveç faktit turista të trembur dhe turista që nuk e di, jo vetëm që nuk do rikthehen në theth, po do bën një reklam negative për thethin, për atë çfarë ata panë vetë me sytë e tyre në theth. Thethi në këto momente dhe në javën kur isha unë, pasur një ekonomi të rënuar dhe një turizëm i falimentuar. Këtë lloj goditje i ka dhënë ky operacioni jashtë quajtur operacion ligjit, po unë nuk e di se mbi cilin ligj akoma nuk u vendos në dispozicion asnjë shkresë se mbi cil
ligj u bë kjo ndërhyrje? Pra kush ishte urdhri, mbi cilë bazë ligjore u vendos? Do vim. Pra, Senata në fakt ti po më tregoje perceptimet e tua dhe ndjesit që të dhanë, po them, banorët. Po unë do doja të kuptoja se a shkoi situata deri në një përplasje të mundshme më shumë se sa kemi parë nga kamerat. Pra, cila ishte gjendja e banorëve në raport me ata që ishin përfaqësuesit të zbatimit ligjit, policisë dhe IKMT-s të paktën? Si fillim, atyre ju kërkuan dokumentacion se mbi bazë çfarë urdhrit kanë ardhur atje. Pasi nuk i vendos asnjë dokumentacion, edhe pasi ata kishin marrë një farë mënyre edhe fjalën e kryeministrit, pasi vetë zbatuesi i shtetit ose zbatuesi i ligjit kishte vajtur tek ata dhe ju kishte premtuar që në fakt ata do ju faleshin gjobat që kishin marrë për ndërtimet e tyre pa leje dhe do kishin politika lehtësuese për të vazhduar për të mbështetur në veprimtaritë e tyre. Dhe ata sigurisht duke nisur edhe nga disa premtime shumë pozitive edhe nga një energji, disa premtime euforike që morën. Le të themi kështu para zgjedhjeve, ato u kthyen të gjithë edhe nga migracioni dhe investuan tek ajo pjesë. Pjesa e parë ka qenë vetëm në mbrojtje, pra nuk donin që të lejonin një farë mënyre fadromat pa pasur një lloj dialogut. Pra ata si fillim kanë kërkuar dialog, si me kryetarin e bashkisë, ashtu edhe me kryeministrin. Dialog i cili fatkeqësisht nuk është se erdhi kurrë. Në mungesë dialogut ata u përpoqën që të vendosin një lloj bllokade që mos lejonin mjetet e fadromat e prishjeve që të futeshin në fshatin e tyre pa pasur një lloj dialogu. Pavarësisht kurdonit që vendosen, ata hynë me forcë, biles ka pasur ditët e parë dhe përplasje fizike, jo përplasje fizike në fakt, kanë qenë banorë që kanë qenë në mbrojtje dhe kanë qenë fadromat dhe policët dhe drejtuesit e IKMT-s që kanë tentuar që hynë me dhunë në pronat e disa njerëzve që janë pronarë në shtëpitë e tyre, se këtu qëndron edhe pjesa e paradoksit, pra ata nuk është se kanë sulmuar, ata kanë mbrojtur shtëpitë dhe pronat e tyre që dikush që nuk kishte asnjë dokument ligjor të mos vinte dhe të mos plashente. Kërkonin dialog dhe vetëm dialog. Deri në ditën e fundit që është bërë edhe shembja e fundit me Tritol, ata kanë kërkuar dialog që të paktën të shpëtojnë sa të shpëtojnë. Pra deri në ditën e fundit ne kemi qenë shpresë plot, po themi, që dikush do vinte, do dialogonte me ta dhe do ju jepte një zgjidhje, siç e shikoni edhe nga pamja që keni paraqitur edhe ju. Të gjitha shtëpit janë shtëpi ekologjike, janë shtëpi për druri, janë shtëpi për drase. Minimalisht, po të ishte ofruar atyre banorëve një lloj kohe, ata do të kishin spustuar vetë, dhe të paktën të kishin shpëtuar materialet e ndërtimit, po themi kështu, pa shkuar fadron dhe pa rrafshuar çdo gjë, pa i kthyer këto shtëpiza ekologjike dhe alpine në gërmadha, në fushën kryesore të thefit. Qartë. Tani le të vim tek pika te thelbi i muhabetit. Pra, tek çështja e zaptimit të pronës publike, siç u pretendua, edhe në raste të tjera, edhe në rastin e thethit konkretisht për të cilin ne po flasim. Do flas për rastin e thethit, sepse për rastet e tjera nuk e din që është zaptuar tokë publike apo jo. Do flas për ato që un kam edhe kompetencë, por edhe për të qenë sa më afër banorëve, por njëkohësisht edhe për të sqaruar opinionin dhe publikun që, siç e thash, e ngatron zaptimin e tokave publike me ndërtimet pa leje dhe me atë aksionin tokë danën. Pikë së parë do të them se ata banor atje janë banor autokton që janë në pronat e tyre, në shtëpiat e tyre. Pronat janë të trashëguara që prej mira vitesh dhe shtëpiat e tyre, ato kullat që nuk janë kulla 30-40 kaçe apo 130 kaçe siç ndodh në zonat e tjera ose në zonat e Tiranës, por janë disa kulla 2-3 kaçe sipas një arkitekture që ato e kanë ndërshekuj, pra janë kulla mbi 200-300 vjeçare, një pjesë e mirë e tyre, të cilat ata nga oda që e kanë përdorur përmisht, tashmë i kanë shfrytzuar, pse jo, edhe për turistët, pra banorët e thethit në mënyrë të tyre të iniciativave të tyre private, kur thethi mori shumë jahon ndërkombëtare, filluan që shtëpiat, kullat e tyre, kullat malësore, të shërbenin edhe si bojtina.
Më pas vizitës së kryeministrit, patën një premtim që edhe ata që kanë bërë ndonjë shtesë pa leje, që kanë marrë ndonjë gjobë, do t'ju falen gjobat dhe i inkurajojnë që të vazhdojnë dhe ta zhvillojnë këtë zonë dhe të investojnë dhe të financojnë. Tani unë nuk e di se për çfarë investimit e ka pasur fjalën kryeministri, se duke mbjell lule, duke mbjell domate, nuk është të quhet investim në zonë. Investim sigurisht quhet në pjesën e akomodimit dhe pjesës së hotelerisë. I ka ndërtuar ashtu siç janë munduar brenda kornizave të tyre ligjore. Dua të theksoj se zona e thetit nuk ekziston as në hartë. Banorët nuk është se nuk kanë shkuar për të marrë leje, nuk është se kanë pasur një kuadër ligjor për të marrë, pa ka pasur një lloj vakumi ligjor. Dhe ajo çfarë kam kërkuar që në ditët e para që u bë aksioni është që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme në thet, të mbledhet qeveria dhe të ndërmarrë një hap ligjor, pra, ose të bëjë një mbledhje qeverisë, ose të ndjerë një VKM, po të ketë një kuadër ligjor ku të bazohet si aksioni, ashtu edhe sepse në fakt dhe të drejtohen, të orientohen banorët se çfarë hapësh dhe çfarë procedurash ata të ndërmarrin.